Hoqë do të vazhdojmë një herë me pyetjen e parë. Pyet një motër muslimane e cila ka një breng dhe thotë se dëshiron të mbulohet, por ka presion nga familja që të mos e bëjë një gjë të tillë. Si e këshilloni ju këtë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Realisht jemi në një kohë shumë të ndryshme nga kohët e mëhershme, nuk do të them më vështira për ta jetësuar Islamin, mirë po ndoshta sicila gjenerat po e ka dertin e vet, dhe në fakt ne si gjenerata më të reja, si hoxhallar më të rinj, na duket se jemi duke përjetuar në shkelje të ndryshme nga ajo e komunizmit të drejtave të muslimanëve. Dhe në fakt kjo ndodh jo vetëm prej institucioneve, prej organeve të ndryshme, qeveritare, jo qeveritare, prej zërave të ndryshme, por shpesh herë kjo ndodh edhe në familje, pra të vuaj djali prej babës, vajza prej babës, prej nanës, për ta jetësuar Islamin. Në fakt, vëllai nderuar, dhe gjithë ata që tani po na shikojnë, sikur ta ngjallnim një gjysht tanin i cili ka vdek në kohën e luftës, nuk do të them më herët, nuk do të them për ata që nuk janë në jetë prej viteve 60-ta, 70-ta, 80-ta, e 90-ta të shekullit të kaluar, po them për ata që sikur para 10-12 viteve janë ndarë nga jeta dhe e sidomos hoxhallarëve, e sidomos pleqve që kanë qenë të përkushtuar për fe, dhe ta dëgjon këtë pyetje, beso se do t'i dukej se është krejtësisht në planet tjetër. Krejtësisht në jetë tjetër, pasi që ne gjeneratat e mëhershme i arritëm kur ata, edhe hoxhallarët, edhe haxhilerët në xhamia, edhe në vende të ndryshme, gjithë dertin e tyre e kishin për gjeneratat e reja se nuk po dëgjojnë ose pak po dëgjojnë, pak po përfillin Islamin, dhe kjo ka qenë ajo që e ka shqetësu shtratin e secilit person prej aty në gjenerata, dhe nuk ka bërë gjumë të rehatshëm për pasardhësit që i ka, djemt dhe vajzat, e mos flasim ata që i përjetuan edhe nipat dhe mbesat. Ndërkaq sot kemi ardhur në një situatë kur ne hoxhallarët e rinj më shumë pyetemi për këtë lloj të pyetjes, kur një vajzë është e interesuar të vendosë shamin, kur një djalë është i interesuar dhe i vendosur që ta falë namazin, ndërkaq i njëjti e njëjta gjen vështirësi, gjen pengesa në këtë rrugë pikrisht prej më të dashurve të familjes, prej nanës, prej babës, kujdestarit i cili në vend se ta edukonte, që ta arrijë ajo ndershmërinë në mënyrë të plotë, ta ruaj atë ndershmëri dhe ta përcjell atë në mënyrën më të mirë, më të moralshme, duke e respektuar para së gjithash fjalën e Allahut dhe duke respektuar mënyrën e ruajtjes së asaj ndershmërie sipas programit islam, ne e gjejmë se ata prind, edhe në këtë rast do të them kujdestar brenda thojzave, që kanë marrë epitetin biologjikisht të prindit dhe kujdestarit, ndërkaq as pak të një mend, një kujdestari që kujdeset për interesat e atij fëmiu të ri ose të re, që është interesuar apo e interesuar që të përkushtohet dhe të përfill urnat islam. Kësaj motre në këtë rast, sikur shumë të tjera që na ndodh të dëgjojmë, do t'i themi se të përkushtohet në ibadet ndaj Allahut në mënyra të ndryshme, e të mos e lodh as pak vetveten me matjet e dunjas, sa të lidhet me Allahun aq fort, sepse në duart e tij janë
qelsat e sukseseve. Pra, mos të ndërpret duat e saj drejtuar Allahut, që Allahu t'i udhëzoj prindrit e saj, prindin e saj, babin e saj, që pengon për momentin që ajo ta vendos shamin. Jo vetëm kaq. Ajo vajzë, ne nuk kemi guxim as fetar, as moral t'i themi se urdhni i Allahut është primar dhe ti mos e përfill babin dhe dil prej shtëpisë. Jo. Nëse një bab kërcënon vërtet ashtu vajzën e vet, atëherë ajo vajzë nuk i japim të drejtë që të del nga shtëpia për ta respektuar këtë urdhër të Allahut. Ndonse gjithnjë respektimi i urdhrave të Allahut në jetën e besimtarit muslimanit, çfarë do gjinje, është primar dhe nuk guxon që të barazohet me urdhin e njerëzve. Mirë po, tek gjenia femërore sidomos, dhe ato kur janë në moshë që në gjuhën juridike quhen moshë të mitur, pra në moshën 18 vjeçare, dhe janë të paafta për ta mbajtur vetveten, për t'u strehuar dikun, që në fakt duke respektuar urdhin për shami do të rrezikojnë të mbeten pa familje, pa përkujdesje, dhe ndoshta do të ekspozohen për të këqija më shumë se sa për të mira. Atëherë ne i themi se jo, mbajtja e lidhjes familjare për ty motër është primare. Por çfarë duhet të bësh, si duhet të harmonizosh këto dy urdhëresa ti quaj e Allahut, ndryshe e prindit ndryshe në këtë rast, atëherë do të themi se mundohu që ti ta privosh vetveten prej daljes në rrugë. Pra thjesht babi nuk të lën të dalësh pa shami, atëherë edhe ti reduktosh daljet. Vetëm ato që janë tepër të domosdoshme. Pra duke i dhënë prindit të kuptoj se ti je aq e vendosur që të mos dalësh në rrugë pa mbulesë, sa që mund ta rrezikosh edhe të ardhmen tënde, shkollimin tënd dhe gjithçka që lidhet me perspektivën tënde në jetën e ardhshme. Ta kuptoj ai se jo vetëm që po ta mohon një të drejtë elementare që të garanton çdo ligj në botë, çdo kushtetutë, çdo konvent, sidomos ndërkombëtare, ndonse po të privon prej këtij rendi, ta kuptojnë se po të privon edhe prej perspektivës, e që kjo sigurisht do ta prekat prind nëse ka një element, një gjak i cili qarkullon me dashuri amnore që thjesht e din se çfarë është pozita e prindit dhe e don evladin e vet, fëmin e vet. Pra, kështu let mundohet ti harmonizoj këto gjëra. Nëse thjesht e sheh se sidomos për një vajzë që është më e rritur dhe është e mundshme që ajo të drejtën e vet të realizoj në mënyra tjera, duke pas parasysh se ka prind që janë edhe të dhunshëm në disa raste, atëherë ne i themi se mundohu që në familje nanën, migjen apo dikon tjetër të afër, dajën e tjerë, ti kesh mbështetje dhe së bashku me ta të komunikosh me prindin, pra të ndihmojnë në këtë proces. Në të kundërtën, atëherë edhe të lajmërohet rasti në polici, është e drejtë e jotja legjitime që do ta kisha thënë të fundit, por megjithatë është e mundshme që ta shfrytëzosh.